Në orët e para të dielës u ndërrua ora. Në orën 2:00 akrepat e orës shkuan 60 minuta para. Kjo do të bëjë që të humbasim një orë nga gjumi i mëngjesit duke u zgjuar më herët. Qëllimi i ndryshimit të orës është për të përfituar sa më shumë nga energjia diellore, si dhe kursimi i energjisë elektrike. Ora verore do të zgjas deri të dielën e fundit të muajit tetor, kur akrepat do të kthehen një orë pas. Por si lindi koncepti i orës verore? Ishte viti 1907 kur anglezi Elam Heath paraqiti idenë e kohës verore në mënyrë që njerëzit të mos i çonin kot orët e çmuara të ditës gjatë mëngjeseve verore. Heath e mendoi këtë ide në mënyrë që t'i nxirrte njerëzit nga shtrati më herët duke ndryshuar orën. Ai propozoi që ora duhet të shtyhej për 60 minuta në 4 hapa progresiv gjatë muajit prill dhe në të njëjtën mënyrë gjatë muajit shtator. Heath pastaj e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij duke u përpjekur për t'i bindur njerëzit se skema e tij ishte e duhura.